I nderuari vëlla, asnjëherë mos e mërzit babain tënd për të kënaqur njerëzit e tjerë, nga se njerëzit e tjerë nuk shpenzuan ditët e jetës së tyre për të ndërtuar jetën tënde. Ai cili shpenzoi ditët e jetës për të ndërtuar jetën tënde është pikërisht prindi yt apo babai yt. Andaj duaje babain tënd dhe respektoje atë, sepse vërtet vlerën e atij ke për ta kuptuar vetëm ditën kur do ta shohësh bosh vendin ku ai ulej për herë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ngriti lart emrin e babait dhe tha el walidu awsatu abwabil janna, tha babai apo prindi është dera e mesme e xhennetit. Nëse dëshiron që ta ruash këtë derë, ruaje nëpërmjet respektit, mirësisë, mëshirës dhe bamirësisë që mund t'ja kushtosh prindit tënd. Vëllezër të nderuar, një ditë prej ditëve Ebu Hurajra radhiyallahu an doli rrugës dhe takoi dy njerëz. Njërit prej tyre ju afrua dhe i tha: "Kush është ky tjetri?" Tha: "Ai është babai im." Tha: "Asnjëherë, në asnjë çast dhe moment, mos ec para babait tënd. Asnjëherë, mos e thirr babain tënd në emrin e tij, por thirre me emrin baba. Asnjëherë mos u turpro nga pamja fizike babait tënd, sado që ai tjetë i lodhur fizikisht, i lodhur psikikisht, gjithmonë krenohu, sepse babai është figura më e ndritshme për jetën e fëmijës, gjithmonë krenohu me të, sepse ai ka qenë mbështetje për ty, edhe kur ke qenë i vogël, edhe kur je rit, edhe kur ke qenë në shkollë ka qenë mbështetje për ty, edhe kur ke qenë në vështirësi, edhe kur ke qenë në lehtësi. Andaj respektoj atë, sidomos kur ai është në pleqëri, shtrija dorën e ndihmës, edhe kur është i sëmur qëndroj pranë dhe afër, dhe gjithmonë mundohu që ti bësh mirë e t'ja kthesh të paktën mundin që ai dha për ti gjatë gjithë jetës së tij. Andaj vëllezër të nderuar, motra të nderuara, të jemi të kujdesshëm ndaj prindërve tanë, sepse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha: "Kënaqësia e Allahut është në kënaqësinë e prindit dhe hidhrimi i Allahut është në hidhrimin e prindit."